Duke qenë që kemi qenë të angazhuar për një kohë të gjatë në fillimisht në avokimin edhe përmirësimin e gjendjes pra ligjit për mbrojtje për sinjalizim, ajo nga çfarë kemi parë qoftë prej grupeve punuese dhe qoftë prej trajnimeve që kemi mbajtur, qoftë me zyrtar publik, po edhe me sektorin privat në Kosovë, pra bizneset, kemi parë që ekziston një dallim shumë i madh, sidomos edhe problematikat të cilat vren shumë lehtë, qoftë kur bisedon me institucionet publike apo edhe me sektorin privat në raport me ligjin për sinjalizues. Duke pas parasysh që ky ligj pra është jashtëzakonisht i rëndësishëm, po vetë sinjalizimi është një mekanizëm jashtëzakonisht i rëndësishëm për luftimin e korrupsionit, kemi parë të arsyeshme që ta vëjmë pra fokusin në kuadër të javës kundër korrupsionit tek sinjalizimi. Ajo që është pra sfida e parë është tek perceptimi, pra në institucionet publike, në shumë anketa që kemi bërë me zyrtarët publik, po edhe me sektorin privat, ekziston një lloj frike ndaj termit sinjalizim. Kur them këtë, mendoj që njerëzit edhe përgjithësi zyrtarët publik e asociojnë këtë si një lloj shpionazhi brenda institucionit ku punojnë në raport me parregullësitë e shkeljet ligjore që ata mund të shohin, pra po flasim për shkeljet të cilat cënojnë interesin publik, pra interesin e qytetarëve të Kosovës. Andaj, edhe duke pas parasysh disa raste të sinjalizimit që kanë ndodhur në Kosovë, pra kemi pasur sinjalizues të cilët ka pasur një lloj hakmarrje ndaj tyre, pra kanë pasur një lloj edhe pra pamundësi dhe rikthimin në realitet në punën ku kanë pasur apo pozita ku kanë pasur, është shumë e rëndësishme për neve që ta vazhdojmë avokimin edhe në sektorin publik, po edhe në sektorin privat, duke qenë që fillimisht mungon vetdia brenda institucioneve publike në raport me këtë ligj. Shumica e institucioneve publike në Kosovë, po flas edhe për institucione shumë të larta, kanë mungesë të pra njohurive që secili institucion ka përgjegjësi, pra ta ketë një zyrtar për sinjalizim. Edhe ky zyrtar për sinjalizim sigurisht që do të vijë nga një fushë juridike që njeh ligjin dhe që din të përballet pra me këto shkelje, kurse në institucionet ajo që ka shohim është që zakonisht zyrtar për sinjalizim janë pra zyrtar që në shumicën e rasteve pra përcaktohen varësisht mbi pozitës që kanë ose në vëllimit të punëve që kanë, po jo edhe për shkak të profesionalizmit tyre ose edhe janë njohës të fushës, pra janë zyrtar ligjor. Edhe sigurisht që kushtet ku zyrtarët pra për sinjalizim operojnë, le të themi, është që ose nuk kanë pra konfidencialitet, njerëz që shkojnë edhe i pra flasin edhe sinjalizojnë për rastet e korrupsionit apo shkeljeve ligjore. Andaj kretë këto qoftë punë që kemi bërë për vite në aspektin e promovimit të ligjit për sinjalizim fillimisht, nga që kemi pa që ka një ter informativ në raport me këto, duke arë prej institucioneve. Për ne është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj jave ta kemi fokusin tek sinjalizimi, që dhe ta promovojmë rëndësinë e sinjalizimit të qytetarët, po edhe mbi të gjitha tek zyrtarët publik. Sepse faktikisht kur jemi fokusuar edhe pak tek sektori privat, sepse aty janë sfidat edhe më të mëdha se sektori publik, por duke qenë që shkeljet më të mëdha ndodhen te sektori privat, edhe cënimi më i madh i interesit tonë publik, edhe çështja e milionave, siç kemi parë në raste të fundit që kanë ndodhur nëpër ministri të caktuara, na bëjmë të mendojmë që ka nevojë shumë më shumë për të diskutuar dhe për të avokuar për çështjen e sinjalizimit. Faleminderit, zotëri Bukashku, sinjalizuesit konsiderohen si linja e parë e mbrojtjes kundër korrupsionit. Çka janë sfidat në praktikë për të sinjalizuar? Të fillimisht leja me përmend faktin që ne si KDI, brenda kësaj jave do të thotë i kemi të planifikuara aktivitetet tona. Sot vese kemi lancu platformën për Integrity Watch Kosova, e cila ofron të dhëna mbi financimin politik, ofron të dhëna mbi deklarimin e pasurisë publike, si dhe mbi të dhëna mbi konfliktin e interesit në fushën e prokurimit publik. Kurse sa i përket sinjalizimit, edhe ne gjatë kësaj jave do të dalim me një raport i cili është përfaqës, të themi ashtu, mangësi që ka ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve. Unë po përmendi një element të asaj që ligji aktual që është në fuqi nuk është se garanton procedura të qarta të emërimit të këtyre zyrtarëve për sinjalizim, pra nuk ka kritere të qarta. Unë mendoj në kuptimin e asaj se kush mund ta gëzoj këtë pozicionin e sinjalizimit. Është menduar si ide që këto pozita të shpallën me konkurs publik,
ose të ketë kriteret e atila që mos të lejojnë që autoritetet kompetente, udhëheqësit të institucioneve të kenë targin që të caktojnë zyrtar për katës për sinjalizim për faktin se shumë let ata zyrtar mund të jenë të manipulueshëm edhe të ndikueshëm e as më tepër zyrtar për të cilët fare nuk mund të gëzojnë besim tek ata që dojnë me raportu korrupsionin. Ne kemi një qendër për ndihmë juridike dhe ne vrejmë se si brenda javës vetë ka shumë eksponent, shumë zyrtar, shumë sinjalizues të cilët e raportojnë dhe kanë besim më shumë tek ne, tek ju si shoqëri civile dhe si organizat, se sa vetë brenda atij institucioni për shkaqe të ndryshme. Ju e dini që ka pasur shumë raste të hakmarrjes ndaj zyrtarëve të cilët vullnetarisht edhe publikisht kanë raportu fenomene korruptive në institucionet e tyre dhe me pasaj ata janë ballafaqur me pasoja ligjore të qoftë suspendimit, qoftë edhe të largimin nga vendet e punës. Prandaj unë mendoj që ky ligj i meriton një plotësim ndryshim, e meriton një diskutim më të gjerë publik e shoqëror dhe për më tepër e meriton një përmirësim adekuat të disa aspekteve që përfshin aspektet sparit të bazike të mënyrës e caktimit të këtyre sinjalizuesve dhe më pastaj të aspekteve të tjera që kanë bëjnë me mbrojtjen që duhet t'ju ofrohet këtyre zyrtarëve publik me rastin e ushtrimit të kësaj ose të këtij funksioni. Pra thjesht unë mendoj që shteti dhe ne si shoqëri duhet ta gjejmë një mënyrë dhe një mekanizëm se si ky mekanizëm të fuqizohet dhe se si aktorët përkatës, qoftë Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, qoftë edhe Prokuroria e Shtetit, qoftë edhe Qeveria e Kosovës, të ndërtojnë një strategji të qartë që ky të jetë një mekanizëm i suksesshëm dhe asesi mos të përdoret si një falloj më tepër mekanizëm që i rehabiliton disa zyrtar dhe marrin një rrogë të karshi një detyrë tjetër që e bojnë. Sepse nuk ka pozitë veçantë për sinjalizues, kuptimin e asaj që caktohet një zyrtar i cili shërben edhe zyrtar për komunikim publik. Ta zëjmë unë di shumë në gjykatat e Kosovës, zëdhënësit e gjykatave e ofrojnë ose i shërbejnë edhe pozitën e zyrtarit për sinjalizim. Dhe kur e din çfarë raporti ka zëdhënësi me kryetarin e gjykatës, imagjino tani se sa është i besueshëm me raportu një rast të sinjalizimit brendave të gjykatës. Natyrisht probleme shumë praktike, zotëri Shalli edhe ju ofroni ndihmë juridike edhe për këtë kategori, pra për sinjalizuesit. Qysh po funksionon në praktik sinjalizimi? Dhe kisha dashur në fakt e ju, me qenë se që diskutuam pak a shumë çështën e sinjalizimit shkurt, te raporti që do ta publikoni që ka të bëjë me deklarimin e pasurisë. Çka është problem sa i përket deklarimit të pasurisë që e keni identifikuar në monitorim në aspektin praktik, apo mbahen përgjegjës shkelësit që kryejnë këtë vepër, apo kjo vepër nuk ekziston fare? Se përket sinjalizimit, janë një sër problemesh, mirë po që problemi bazik është mungesa e vullnetit për me luftu korrupsionin. Për shkak se funksionimi i sistemit të sinjalizimit nënkupton mundësinë e ekspozimit të shkeljeve nga brenda, nga ata që i shohin prej se afërmi, dhe ata kanë mundësi që t'i sinjalizojnë këto shkelje, këto keqpërdorime, pa frikën e hakmarrjes. Një sistem, të thotë, një qeveri që nuk e ka prioritet luftimin e korrupsionit, normalisht që nuk e ka prioritet as forcimin e sistemit të mbrojtjes së sinjalizuesve. Më pastaj do thotë probleme specifike janë të shumta, çështja e zyrtarëve të tjerë të cilat janë deklaruar dhe i kemi publikuar, është mungesa e besimit e tjerë, mirë po më së shumti çfarë e dëmton këtë sistem janë rastet e hakmarrjes kur zyrtarët shohin që ligji në praktik nuk po funksionon dhe që më pastaj kjo i dekurajon ata që të ekspozojnë raste. Dhe kjo është arsyeja pse shohim një numër kaq të madh të rasteve, për shembull, që ne si IKD i pranojna nga zyrtarë brenda institucioneve, ndërsa nuk ka aq numër të sinjalizimeve tek zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimit. Si IKD kohë më parë kemi përmendur që nevojitet edhe shqyrtimi i çështjes së kompenzimit të sinjalizuesve varësisht vlerës që i kthehet 1% e caktuar e vlerës që i kthehet shtetit si rezultati sinjalizimit e tjerë, mirë po që çështja kryesore, problemi kryesor është mungesa e vullnetit në raport me sinjalizuesit. Se përket deklarimit të pasurisë, ka një problem të theksuar nga një vendim gjyqësor që sipas analizës tonë del të jetë i gabuar,
që e ka hequr gjithë përgjegjësinë si penale, si kundërvojtëse në raport me deklarimin e pasurisë. Bëhet fjalë, do thotë, për një akt gjykim i cili çuditërisht i referohet një dispozite të shfuqizuar, dhe mbi bazën asoj dispozite të shfuqizuar, do thotë e ka ndërtuar një standard i cili tash po ndjeket edhe nga prokurorët dhe edhe nga prokurori i shtetit edhe nga gjykatat. Dhe kjo situatë, do thotë, e ka bërë një farë dekriminalizimit të kundërlehtëshëm të veprës penale, e cila është mos raportimi apo raportimi i rrëmi pasurisë.